Shikues, është momenti për të gatuar një drekë italiane, preferuara ime, e di që është edhe e juaja. Orizi krejtëve na pëlqen, sot gatuajmë risotto, nga orizi më i mirë italian, Scotti, tipin arborio, mos harroni. Do të bëjmë, po e quaja, një risotto vegetariane. Nuk kemi mish, nuk kemi perime, e kemi pesto genovese, po e quaj risotto genovese. Të kemi një risotto të gjelbërt, shumë të shishme, Çka kemi këtu? Këtu kemi ujë të supës, I merrni kockat e supës, qoftë të perimeve, qoftë të shijes pulës, kemi varë çfarë risotto e bëni, sot e kam mund të perimeve, me qenë se e kemi risotton pa mish, kemi gjalpën, do të përdorim pak gjalpë, kemi vajin më të mirë italian, Monini, ekstra të virgjër, ku do ta fërgojmë një qep. Kam ngrirë një qep më herët. Çka kemi tjetër? Kemi bajame në fund, do t'i skuqim bajamet në fërtere, sepse do t'a dekorojmë risotën me pak shmand. Pra, këtu kemi shpand, kemi limonin, që t'a përdorim livorën, kemi livorën, që do t'jep shumë shije. Kretë dim sa shumë, sa aromatizues është livori a limonit, sepse përdorim edhe në ëmbëlsira. Dhe ju thash që ta kemi risotën e gjelbërt me atë ngjyrë do t'na ndihmoj salsa më e mirë, pesto genovese nga Ponte, Hajti marer? O, sot sa e mirë. Me nxe, s'po pres, atëherë, s'po humbim po lëshoj me një ashporetin dhe po fillojmë që ta gatuajmë risotën tonë, e cila nuk na merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 20 minuta. Mos harroni, filozofia e risotës është pak ujë përzierje, disa t'na pije dora, e pastaj për 2 minuta e hajmë. Okej. Do të shkojmë me një copë gjalp. Do të shtojmë edhe vaj nga Monini. Ja, kështu. Dhe do të vendosim një qep. Ja, këtu kemi një qep mesatare. Ku do ta fërgojmë. Va, qepa na është zbut, është bë gati për risotto të shikues. Atëherë, do të vendosim pak oriz, jo shumë. Ja, për neve mjafton. Ta përzijem mirë. Tani, koha për pak krip të detit, si gjithë një të shijanës, ja, krip të ta kriposim, jo shumë, pasi që kemi krip edhe të këto kockat e supës, mos harroni. Pra, pak krip, të shkoj me piper të zi, të freskët, ja, piper të zi. Unë dashuroj piperin e zi. Ja. Ja, dhe tani është momenti për ujin e supës. Do të vendosim pra, jo shumë. Çdo herë pak nga pak, duke e përzi gjithkohës dhe duke e shtuar, ja kështu. Tani s'ka të ndalur, shikues. Do të përzijim deri sa të na zihet orizin. Ja, pra, ja, kështu. Ja, pra, po shihet se ka fillu me u bë risottoja kremoza, dhe uji na u ka harxhu. Shkojmë duke e shtu ujin, ja, pra, kështu, shikues. Ja, dhe pak. Dhe e përzijim, vazhdojmë e përzi. Deri sa ta fitojmë masën kremoze. Ja. Super risotto. Shikues, mos u habisni ta mbyllni orizin risotton me kapak, ta ulni temperaturën në shku me pa ndonjë serial. Atëherë s'keni bo risotto, keni bo pilav. Pra gjithkohës në këtë mënyrë siç po e bëj unë, duke shtuar ujin dhe duke e përzier. Duke e shtuar dhe mos harroni, zierja të jetë al dente, jo kokra të shkrihet bëhet shumë, do të jetë al dente sikur pastat. Sot kemi mu knaq. Okej. Risottoja pothuaj se është gati, por tani çka do të bëjmë? Do ta lëshojmë edhe një pllak tjetër të shporetit, ja. Multitasking, me 2 duar. Pa marrim një fërtere. Ja. Dhe do t'i vendosim bajamet, shikues, do t'i vendosim bajamet në fërtere, ja kështu. Ja, pra. Ja, risotto pothuaj se është gati. Derisa risotto të bëhet gati, ne
do ta skuqim. Do t'i skuqim realisht bajamet, ta marrin ngjyrën kafe sepse në fund do ta dekorojmë risotton me të dhe kur ta ham, do të kemi disa shije në pjatë, do ta shihni vetëm pas pak. Wow! Kamera, të lutem nga afër. Jemi në 2-3 minutat e fundit të risottos. Ja si duket risottoja jonë. Por kjo nuk është të tëra, sepse kjo risotto do ta merr ngjyrën e gjelbërt fal pestos genovese nga Ponte. Wow, no comment. Çfarë arome shikoj, si me ardhira kikirik. Po, kjo është bajame, ja. Bademo. Lum ju për këtë recet e lum nëntore. Ja. Bajamet i kemi gati, do t'i largojmë që mos na digjen. Edhe risottoja është krejt në fund. Tani është koha për pesto. Dhe tani do të marrim salcën pesto genovese nga Ponte, ja. O zët, ja kështu. Ja. Do të marrim jo shumë, 2-3 lugë. Ja. Dhe tani risottoja do të na merr ngjyrën e gjelbërt. Ja, pra kemi krijuar një risotto pesto genovese e gjelbërt. Ja, pra. I kam gjithë pjatat të gjatë për sot, do të krijojmë një kontrast gjelbërt kaltër. Po e marr lugën tani. Ja. Okej. Ja, pra. Ja. Ju kam tregu edhe ma herët, risotto nuk bën të rafshoni me lugë, sepse deformohet, por gjithmonë duke jam shu në këtë formë, ja, në këtë mënyrë pra, dhe krijojmë një pjatë të sheshtme, ja. Sidomos gjithmonë kur e vendosim risotton në pjatë të cektë, ja, kështu. Okej. Tani, këtu kam shmand, ja. Do të vendosim disa pika, ja kështu. E cila do t'i jap një freski risottos, por edhe një dekor. Tani e kemi limonin, do të përdorim ja këtu, livorën e limonit. Dhe e krejt për fund, po djek. Do të marrim bajamet, shikues, ja. Do ta dekorojmë me pak bajame. Hajde pak, kështu. Ja, pra. Kjo është risottoja për sot, shikues. Risotto genovese me pesto genovese nga Ponte. S'po flas ma shumë. O zot sa e mira. Mos ndroni kanalin, e ju që sapo jeni zgju. Sot përfundon emisioni, e gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube Shija e Anës dhe mësojeni këtë super recet, këtë super shije për këtë vjesht të ftohtë dhe bajate. Hitë se du vjeshtën, marketing. Shikuaj, si gjithë një, duhet ta zhysim pirunin ja kështu. Zhyte këtu ku është mandi, bravo, zhyte mirë, bravo, po. Provoj e tash çfarë shije me shmandi, sepse shikues, shmandi i freskët. Shumë vjetë.